Raporti i Këshillit Global të Energjisë erës tregoi se kapaciteti i ri arriti një rekord në vitin 2024 për herë të dytë të radhazi pas 2 vitësh rënjeje. Shtecat arritën në 117 gigawatt krahasuar me 116.6 gigawatt në vitin 2023. Kapaciteti global i energjisë erës u rrit në 1.14 terawatt sipas të dhënave. Në perspektivën e re, kapacitetet e reja totale të këtij viti parashikohen të jenë 138.2 gigawatt, duke u rritur çdo vit për të arritur një shifër marramendëse për 194.1 gigawatt në vitin 2030. Këshilli Global parlamoi për rritjen e paqëndrueshmërisë së politikave në disa tregje dhe vuri në dukje nevojën për të përmirësuar mekanizmat e lejeve, transmetimit në rrjet dhe akandave për të mbajtur ritmin me trendin global për elektrifikimin. Kjo do të ndihmonte në përmbushjen e ambicieve për të trefishuar kapacitetin e energjisë së rinovueshme deri në vitin 2030. Këshilli theksoi se shifrat kryesore maskojnë pabarazi të mëdha me pjesën më të madhe të instalimeve që po zhvillohen në një numër të vogël tregjesh kryesore. Instalimet e reja u regjistruan në 55 vende. Kina ruajti dominimin e saj absolut, duke shtuar 79.8 gigawatt që po kthehet në 68.2% të totalit. Për më tepër, në fund të dhjetorit, vendi kishte 521 gigawatt energji eolike ose një shifër marramendëse për 45.8% të kapacitetit global. Në shkallë globale, Shtetet e Bashkuara renditen të distancuar në vendin e dytë me 4.1 gigawatt, si dhe kapacitetin e përgjithshëm 154.3 gigawatt. Tre vendet e mëposhme janë Gjermania 4 gigawatt, India 3.4 gigawatt dhe Brazili 3.3 gigawatt që tejkaluan Spanjën. Instalimet e reja të Evropës pësuan një rënje të lehtë në vitin 2024 me 13.8 gigawatt në 14.5 gigawatt vitin e kaluar. Kapaciteti i përgjithshëm u rrit me 225 gigawatt. Rajoni përfshin Turqinë që shënoi rritje me 1.31 gigawatt dhe arriti 13.7 gigawatt. Vendi përbënte 1.1% të gjithë kapacitetit të ri vitin e kaluar, duke vendosur në 10 pozicionet e para në këtë kategori.